që restaurancat i nashëm, kemi qërë regulluar që shtu për rastet e tja për këtu të shërë si shkallëzoma një rast në asamblenë në thotë që nuk japin drejtën e fjallës për një kajtar. Shkallëzoma një rast, ku më referu në përgjigje që unë i lytë pa dhe s'ka sheknoas me doshta dhe lytë për të shtetë, ju në fletë. Kjo nuk ndalën në përshopën të vazhdimë të procedurat e mija hajtar, një po kjo mënyrë dhe funksionimit është mendësia e jutja, e qeverisë. Besoj që është mirë në shtetarëve të veçantë me ti qysh ka lëvdur këto zëra. Edhe qysh ky buxhet i vitit 2025 po ma shumë buxhet për mja u pagu fushatat juve, që keni një krejt në përgjista deputetëve, prej Zesh Malaj e deri të secili, në mënyrë që mi përdor asetet e komunës, mi përdor mësimdhënës, mi përdor shkollat si infrastrukturë dhe pare të komunës për me pagu fushatën zgjedhore të aleancës. Pres përgjigjen ato emaila, nëse ju pres nga Agjencioni për Privatësi, ju denu dhe i marrë përgjigjet nga Ministria e Financave. Borxhet i te kalojnë investimet kapitale të komunës së Tishane. Pra, investimet kapitale për 2025 i kanë 3.600.000, borxhet i kanë 4%. Për një komunë që ka një buxhet kaq vogël, shërbimet të këshillëdhënëse janë 232.350. Çfarë shërbime konsulentese këshillëdhënëse ju ka dashur komunës së Tishane? Kush janë ato kompani që kanë këtu? Kompjuter pajisje të tjera të 2.000 euro. Çfarë kompjuter? Cilat shkolla? Kush ka marrë kompjuter për pajisje të tjera? Për një vend naft për ngrohje qendrore 30.000 euro. Cilat shkolla ngrohen me ngrohje qendrore? Po shkolla dhe shkolla sa kompizitu do që e ka një tim drejtorit për jo ma shumë. Në ndërkohë që derivate pra ato mjete edhe për generatorin shëndetore për katë. Të më thonë naftë 40.000, derivate pra ato mjete gazin e 40.000, dhe në anë tjetër 100.000 euro për dru i kanë shku komunës i Tishane, 100.000 për dru gjatë vitit 2025. Këtë këto për mu janë njëtën po për pyetje, nuk kom dilemë që është kështë përdorim, po dhe kësha dosh me ti me kanë ka ndodhur ky shpërdorim. Kush është i përfshirë dhe kush ka përfitu konkretisht. Po një komunë ka që vogël, ka shpërblim, sa po pamë, ku prende qesi paret për me bon një punar shkollë, për me bon bashkë qesi paret për të. Në ndërkohë që komuna bën 50 euro për këtë vit kalendrejt dhe tu. Trotuarë 96.000, normalisht ka me quve të shpesë, në qëfar trotuarë, shkush, cila fshatra, ku po ka shtu 96.000 euro trotuarë. Pajisje dhe gjenerimit të energjisë elektrike në ndërgjim po ketë 150.000. Ushqim dhe pija, jo nga dyra trotuarët është një zër tjetër, 32.400 euro për litë. Pagesa për shërbimet të arrimit të kemë dikon 37.000 euro. Jemi në komunat e vetme që te kalojmë me borxhe investimet kapitale. Kisha dash me ditë këto vendime gjyqtore sa janë për mësimdhënës, prej 3.676.650 euro, sa për tyne janë për kontratat e mësimdhënësve dhe sa për kontratat që ju po prapë fushatës, ad hoc, nga kryetari i komunës për me mbledh edhe me mbledh votën. Subvencione për entitetet publike 146.000, kush janë kriteret mbi cilat bazë janë dhënë këto subvencione. Objektet kulturore sportive kanë kushtu komunës së Tishanit 412.150 euro. A keni pa ndonjë objekt sportiv të rregulluar gjatë vitit 2025 komunës së Tishanit? Agjencia për Privatësi mas fundit ju ka dënuar me 4.000 euro se s'u keni përgjigjur në asnjëri prej kërkesave që ja u bë. Unë kam vazhduar me kërkesat për këto.